mëngjes! Mirë se vini në kanalin tim, unë jam Jeta dhe sot kemi një video të re. Si mëngjes që është tani, po iki shpejt të bëj një kafe edhe të nis ditën time. Ka filluar të mos më pëlqej më kafeja që bëhet nga Kineta, edhe kam filluar duke pirë nga kjo që është në kavanoz me kokra, që nuk është as pluhur por as shumë e trash. Nuk e di pse u bën kohë që ka vazhduar të mos më pëlqej më, edhe po e pi kështu. Si keni qenë ju këtë ditë? Çfarë keni bërë? Çfarë jeni marrë? Duket vetja si gjyshja ime me këto flokët kështu. E mbrëm në dark, bëra dush edhe thjesht i kapa gërshetën dhe sot jam me flokët kështu. Melodin e lash në kopësht edhe u ktheva në shtëpi, sepse tani në orën 9:30 pres një kliente për të përthojnë. Shpresoj që mos vonohet sepse zakonisht kjo kliente që vjen sot, jem orarin bash në orën 9:30 ose 10, si gjithmonë më vonohet 10 ose 15 minuta, gjë që unë e kam shumë bezdi, sepse me oraret jam edhe vetë korrekte, kështu që duaj që edhe të tjera të jenë korrekt me oraret që marrin tek unë. Po shpresoj që sot mos të vonohet, me që kam gjysore të lirë të pi kafen tani. Ora 9:40 edhe ajo ende s'ka ardhur. Kaluan 10 minuta. Barova me thoj që kisha për të bërë. Tani më duhet të sistemoj disa rrobe që kam këtu sipër krevatit, t'i fus në raft edhe se më duhet të ikit dhe të marrë Melodin nga kopshti. Po më vjen shumë kurrizi, edhe nuk e di nëse jam unë duke u fiksuar apo me të vërtet, po më kthehet pak kurrizi kështu. Nuk e di. Çfarë mendimi keni ju? Shpresoj që jo, sepse jam ende e ri. Sa i përket ekskursionit që ishte në Taranto, unë atë ditë kisha vendosur që do ju xhiroja dhe do bëja vlog, por nuk arrita dot të bëja vlog për të vetëm në arsye sepse në dark kam qenë deri në orën 2 të natës zgjuar sepse ndodhen disa gjëra. Më duhet të isha në spital deri në orën 12, pastaj të kthehesha. Nuk kisha ngrënë as dark, derisa ngra dark, lava dhe Melodin e vendosa në gjumë, bëra gati edhe rrobat dhe gjëra që mundonin për nesër, plus bëra gati edhe panine të merrim për të ngrënë në Taranto, sepse mësueset na thanë që duhet të marrim diçka për të ngrënë me vete, sepse për të shkuar në restorant është pak e bezdishme, më shumë fëmijë, nuk mund të gjenim edhe hapësira shumë të mëdha ndoshta, kështu që u vendos që do merrte bukë nga shtëpia. Të bër këto gjëra, madje siç e thash, bën goxha kohë që kam tibje kurrizi dhe bëra edhe disa ushtrime për kurrizin që të flije gjumë më rehat, edhe kështu që shkoj ora 2 natës, mëngjes po ashtu më duhet të zgjoha herët edhe isha goxha e lodhur, kështu që nuk filmova fare. Kam filmuar një mini vlog që më duhet ende ta editoj sepse ende se kam edituar, por besoj që kur të hidhet në YouTube kjo video, besoj që mini vlogun do e kem modifikuar dhe do e kem hedhur në Instagram dhe YouTube. Edhe kështu ka qenë ditët e mia. Tani po më hahet pak. Unë po shkoj të marr Melodin tani sepse ora shkoi 1. Është një diell. Nuk e keni ide çfarë dielli. Goca ime si gjithmonë, jo gjithmonë tani, mos të akuzojmë kot, por zakonisht pas kopshtit kalojmë këtu tek lokali sepse është ngjitur me kopshtin dhe merr nga një akullore të vogël, është një mini akullore, shumë e vogël, edhe sot donte mini akulloren. Unë për vete mora një ginseng dolce, që është një ginseng i ëmbël pra, me sheqer, nuk do i shtosh sheqer. Pavarësisht se mua tani po m'hahet, por po e pijet një ginseng. Është shumë i mirë. Tani që po bëhet super vap, çdo ditë që kalon. Nuk e di se si do e shtyjnë këto fëmijët te kopshi, sepse te ky kopshi që unë çoj me Melodin, është një kopër shumë i mirë. Kam dëgjuar edhe gjëra shumë të mira për atë kopër, shumë prandaj e çova Melodin aty, pavarësisht se është edhe këtu afër shtëpisë time. Dhe si çmim që duhet paguaj pra mujorin, është një çmim goxha
nga i lartë, më unë paguaj 150 euro në muaj. Në përfundim kopshti nuk ka kondicioner. Pra në gjithë këtë vap, nuk e di se si fëmijët do rrinë aty pa kondicioner. Mbajnë dritarët hapur, po kanë edhe freskuese, nga ato freskueset që shumica e Shqipërisë i ka besoj dhe i njohin çfarë freskuesesh janë, ato klasiket. Dhe nuk e di, mendimin personal është që të gjithë prindrit që paguajnë nga 150 euro në muaj, paktën në kondicioner duhet ta vendosin. Nuk e di. La stanchezza ti blocca. Ripeti con me. Cosa stai provando? Çfarë vape që është? Kam bler para disa ditësh me Melodis të pishin, edhe mendoj që do e mbusha të pishinën dhe do futem edhe vetë aty brenda, jo vetëm Melodia. Unë ndrova pak tani. Kërkoj një mendim nga ju. Unë personalisht më duket sikur ngjyra roz më shkon shumë. Kjo roza e ëmbël, sidomos kjo ngjyra që kisha veshur tani. Okej, nuk u përplas. Ngjyra roze e ëmbël më pëlqen shumë edhe më duket sikur më shkon shumë, më tregon më të ëmbël. Vazhduar ta preferoj shumë edhe di nëse ma keni vënë re që vesh zakonisht roz, kam bler këmish roz, kam edhe bluze të thjeshta për shtëpi ngjyrë roz, edhe këtë tani që kam të re edhe këtë bluzën ngjyrë roz të ëmbël. Nuk e di nëse është krijuar tek trurim kjo gjëja që më shkon ngjyra roz, apo është me të vërtetë kështu më shkon. Nuk e di. Më tregoni në komente nëse më shkon ose jo. Para 2 orësh më duket më erdhi mesazh edhe nga Sheni që më thonte që po më vjen një pako. Zakonisht kur më vjen mesazhi që do vi një pako më vjen pas 1 ore. Kanë kaluar 2 orë dhe ende s'ka ardhur asgjë. Nuk e di nëse do vi brenda orës 2:30 ose 3, nuk e di, se zakonisht atëhere kalojnë edhe më lejnë pakot. Pres disa gjëra, jo diçka kush e di, por diçka që ka më shumë rëndësi tek ajo pakoja është një fustan që kam marrë për Melodin, sepse më duhet për në gusht që kemi një dasëm, edhe i porositoj ajo fustan Melodis që shpresoj t'i bëj dhe të jetë i bukur, sepse në foto më pëlqeu edhe më duk interesant. Ndërkohë që kam marrë dhe 2-3 gjëra të vogla kështu budalliqe për vete, kam marrë qerpik falso, pra nga ato që ngjiten me tufa, edhe zgjasin deri në 4-5 ditë. Isha bler para 2 vitesh edhe i kisha përdorur të gjithë verën para 2 vitesh, edhe më kam pëlqyer shumë, ngjan të sy shumë bukur, për mua që kam pak syn delikat edhe nuk duroj shumë të rri atje 2 orë duke vendosur qerpik extension. Mendoj që është një zgjedhje shumë e mirë të vendos këto qerpikët kështu, sa herë kam një rast ose dua të shkoj në plazh edhe të tregoj syun pak më bukur, pak më të rregullt, mund të vendos ato qerpikët edhe më zgjasin disa ditë, nëse më japin besi dhe dua t'i heq pastaj me pak ujë të ngrohtë, avash ato hiqen. Para disa ditësh bleva dhe këtë deodorantin tek Action, që është në këtë formë kështu. Edhe ka një njerë fantastike, më pëlqeu shumë. Ishte çmim shumë të ulët. Thash po e marr, ta provoj edhe kam në re që ka një kualitet shumë të mirë. Ja u them shpesh këtë gjë për gjërat që blej tek Action. Edhe me të vërtetë që ka një kualitet shumë të mirë, më duket sikur nuk djersis më shumë pasi vendos këtë. Ky quhet Bali Sunset, është ngjyrë të verdhë, kishte edhe në ngjyrë rozë edhe në ngjyrë jeshile. Po bëj sallatën time të preferuar, mendoj që në këto momente vetëm ajo do më shijojë më shumë se sa çdo gjë tjetër. Shumë e mirë. Sa
apo po ushtria për të vendosur melodinë në gjumë, vetëm kur Azilia edhe më erdhi pakoja që prisja nga sheni. Melodia normalisht pastaj nuk donte të flinte më gjumë, sepse e dinte që kjo pakoj që do vinte kishte gjëra për të, kështu që ishte shumë entuziazmuar edhe donte të hapte pakon. Melodia që më bien gjërat që ti tregoj. Këtu është një cover për telefonin tim në ngjyrë të verdh pastel edhe me këto polka dots, me këto pikat, shumë e bukur, më pëlqen shumë. Kam marrë edhe një tjetër para disa ditësh. Kjo është ky këtu, por më duket se jam e lezetshëm ky këtu. Më pal rrobe plazhi për melodinë. Unë mendoja që janë të thjeshta kështu, por nga paskën këtë modelin këtu, këtë rrethin. Janë çerpiket e mia që me zor pres ti vendos. Në fakt kisha harruar, por kam marrë dhe një palë syze dielli. Ky modeli këtu, shpresoj të më shkojnë sepse që janë pak të mëdha. I kisha para disa vitesh një palë si këto. Çfarë mendimi keni? Më shkojnë apo jo? Kisha marrë dhe këto shapkat për vete që edhe këto janë shumë të lezetshme dhe shumë verore me këtë lulen këtu. Më pëlqyen shumë. I provova edhe më bën fix, por më duket shumë delikate kjo. Kam shumë frikë do më këputet kur ti vesh edhe kur të eci. Për çmimin që kam marrë për 3-4 herë mendoj që mjaftueshëm. Kam një palë pantallona të shkurtra për burrin, jo për mua. Shpresoj që t'i bëjnë sepse më duken pak si të ngushta. I kam marrë masa më, por ndoshta i bëjnë. Janë të thjeshta kështu. Tu kam një qesk të vogël me karfica, shumë ngjyrshe për melodinë. Një shumëllishmëri këtu brenda. Të fjongon e kam marrë për melodinë, që ti kombinohet me fustanin që kam marrë. Dhe për në fund, fustani i melodisë është ky këtu. Është shumë i bukur, ja provova, ja pash edhe veshur, edhe i rinte shumë bukur. Ka edhe 2 rripa që t'ja lidhim nga mbrapa që t'ja ngushtojmë. Isa e tyllit rrinte goxha e fryrë. I mora edhe këto sandalet, ngjyrari, edhe këto ishin shumë të bukura, edhe me fustanin i shkonin shumë. Nga vapa e madhe që është, po mendoja që të bëja kafe të ftohtë. Por kam edhe akullor aty që është me shije kakao, edhe nuk preferojmë shumë ta hajmë faktikisht. Pëlqen shija, por nuk e haj. Po mendoja që të bëja një punë si milkshake, por nuk kam parë si recetë, kështu që besoj që do e shpik. E di se do dali, do provojmë fatin. Normalisht do shtoj edhe kafe dhe sheqer. Edhe mendoj që në vend të ujit, shtoj qumësht të ftohtë. Ka dalë shumë e mirë, më e mirë se sa mendoja. I kam shtuar qumësht brenda, por kur e hedh në gotë i shtoj sërish pak qumësht, kështu që mund ta hollojmë sa shumë të duam. Kush e preferon më të fortë mund ta pi më të fortë, edhe kush e preferon pak më të ëmbël mund ta pi më të ëmbël. Next day. Mirë mëngjes, nga një ditë tjetër. Më falni për gjendjen time, por sapo jam zgjuar nga gjumi, ta bëra një kafe, që preferova ta bëj të ftohtë që në mëngjes. Melodia po flenë ndaj gjumë. Së të paktën nuk shumë mendoj, por tani po dëgjoj disa zhurma ndej, ndoshta është zgjuar. Sot më duket që mëngjesin time kam marrë më shumë qetësi se sa që duhet. Ndërkohë kam shumë gjëra për të bërë. Sot martohet një nga edukatorët e melodisë, edhe do marrim pjesë tek ceremonia martesore në kish, pra do shkojmë tek kisha. Unë se di fare çfarë do vesh, por do vesh diçka të thjeshtë sepse nuk është se jemi të ftuar të dasmës, le të themi. Thjesht edukatorët e tjerë të kopshit na thanë që po të duam, mund të marrim pjesë dhe mund të çojmë fëmijët, t'ja bëjmë si surprizë edukatorës që do
martohet. Ta thanë që duhet i veshin fëmijët të gjithë të bardha dhe unë nuk e di çfarë do i vesh Melodis, se zakonisht të gjitha fustanat i kemi o roz, o blu, o jeshill. Përgjithësi nuk kam rrobe kështu pa ngjyra, vetëm të bardha, nuk e di çfarë do sajoj. A bëra dush më në fund. Tani më duhet të stiloj pak flokët sepse do i mbaj kaçurrela. Pra është 11 edhe jam vonë, më duhet të bëhem gati shpejt sepse në 12 duhet të jemi tek kisha. Unë u bëra gati të bëj një outfit check para se të iki sepse jam vonë. Vesha këto pantallonat e bardha, takat të bardha nga poshtë, Melodia. Edhe ky është i gjithë outfiti, një outfit i thjeshtë sepse normalisht nuk është se jam ndonjë e ftuar me rëndësi unë aty, thjesht do marr pjesë, kështu që ika, ciao. Sa po u ktheva në shtëpi. Ishte një eksperiencë shumë e bukur, u kënaqëm, ishte edhe pak e lodhshme sepse ishte vap, por gjithsesi u kënaqëm. Tani ka shkuar goxha vonë dhe më duhet të bëj drekën. Çfarë mendimi keni për make-upin tim pastaj? Unë si gjithmonë preferoj një make-up të thjeshtë edhe pak sa glowy, të ketë pak shkëlqim dhe xixa. Për gjithmonë tek e thjeshta, mendoj që doli goxha lezetshëm edhe të them të drejtën nuk është se u mora shumë me make-upin sot. Disa foto edhe kanë dalë shumë të lezetshme, besoj që do i gjeni tek Instagrami im. Me që shkoj pak vonë për drekën, vendosa të bëj makarone, të përbëj makarone me pesto pistaki dhe domate të thata. Nuk i kam bërë herë tjetër, është hera parë që kam blerë këtë peston, kështu që shpresoj që t'jetë mirë. Tani erdhi momenti që të bëhemi gati për të ikur në plazh. Nuk është një ikje e thjeshtë në plazh, se është shtunë, është mbasdite dhe ne do ikim sot mbasdite. Ne do ikim që sot mbasdite sepse do flejmë në plazh. Kjo është gjë që ne bënim edhe më përpara, kur nuk kishim ende Melodin, iknim të shtunave në darkë edhe flinim në tent në plazh. Tani që Melodia u rrit, kemi vazhduar ta bëjmë sërish këtë si gjë. Këtë vit si herë e parë po e nisim sot plazhin që të flejmë në darkë. Pra, edhe besoj që brenda këtij viti ta bëjmë më shpesh si gjë. Mami hiqi këto, mami se ngelin ke çanta, nuk hiqen më. Tani po bëj gjërat gati edhe këtu kam futur disa nga make-upet e mia, sepse po mendoja mos të bëj ndonjë foto të lezetshme, shpresoj që burri të më bëjë ndonjë foto të bukur, kështu që mora disa make-up me vete. Këtu kam nxjerrë edhe të gjitha peshqirat. Shpresoj që të na mjaftojnë këto. Ne do marrim zgarën me vete, edhe më duhet të iki të blej disa gjëra, kështu që do iki tani shpejt, po nuk do ju marr me vete, edhe telefonin e kam në karikim, nuk do e marr me vete, kështu që do shkoj të marr disa gjëra në supermarket, çfarë më duhet që t'i bëjmë në zgarë, plus do kaloj edhe tek Action, shikoj për ndonjë budallik. Gjëra që s'na duhen ndoshta, por do hedh një sy. Them shpejt. Ndrova mendje dhe vendosa që ta marr telefonin, sepse thash, kush e dihet çfarë mund të ndodhi rrugës, mund të më çahet goma e makinës, mund të prishet makina të ngel në rrugë, mund më duhet ndihma e dikujt edhe s'do kem këtë të marr në telefon. Më mirë thash telefonin ta kem me vete, kur të vi në shtëpi, e fus sërish në karikim. Të thash gjëra koti. Faktikisht jo gjëra koti, sepse disa gjëra që më duhen dhe shpresoj që mos i harroj, si për shembull krem dielli. Unë krem dielli për Melodin nuk kam. Plus më duhet edhe qymyr për zgarën. Vendosur edhe këtë makinës gjasme që mos ta nxej dielli shumë, por asnjë efekt nuk ka bër. U bën disa kohë që nuk e flas, siç e shikoni. Kemi ardhur në plazh. Shikoni që nga mbrapa kemi hapur edhe tendë. Këtu që nga ora 5 besoj, se erdhëm goxha herët. Ju thash që do bënim zgar, gjithçka do shkonte shumë mirë. Erdhëm edhe kur erdhi momenti që na duhet të bënim gati gjërat dhe të ndiznim zgarën. Burri më tha që unë zgarën në makinë nuk e pash. Po pse thash ti nuk e more zgarën? Unë për veta bleva vetëm qymyrin edhe gjëra që donim në zgarë. Ndërkohë që ne zgarën nuk e morëm as njëri dhe as tjetri. Si përfundim, shkuam tek lokali që kemi këtu afër edhe morëm 2 pica. Të paktën nuk do rrim pa ngrënë. Okej. Këtu është një zonë shumë e mirë, një zonë shumë e qetë, edhe të paktën kemi çdo gjë afër, çdo gjë që na mungon edhe na duhet e gjejmë lehtësisht këtu.
grande. Deti tani ka marrë një ngjyrë fantastike. Është shumë i qetë, dallgët shumë të lehta. Edhe qielli, por edhe deti ka marrë një ngjyrë si rozë e ëmbël. E pikanta, papa. Next day. Hello! Po ju flas nga pasditja e ditës tjetër. E di që dje nuk ju fola shumë, e di që edhe sot nuk ju kam folur as pak, po ju flas vetëm tani. Por besoni që nuk është se s'kisha kohë për t'ju folur, por isha shumë e lodhur sepse më vërtet shkon në det për t'u relaksuar, por edhe lodhesh. Kohësisht edhe kam dashur të shijoj sa më shumë momentin, edhe të mundohem të relaksohem. Ne jemi kthyer në shtëpi rreth drekës sepse nuk po e përballonim dot më vapën, kështu që vendosëm të vinim në shtëpi. Jam këtu tani që po pi kafen time të ftohtë. Pasi u kthyem në shtëpi, thjesht bëra një dush edhe me Lodis. Thjesht ushtrim për gjumë sepse ishim shumë të lodhura. Fletëm goxha mund të them. Ta ju zgjova dhe u mora me rrobet që kisha në shtëpi sepse siç erdhëm nga plazhi thjesht i lash aty dhe nuk është se i rregullova. Ta të gjithë peshqirat edhe gjërat që kishim për t'i larë në lavatrice. I çova dhe një fshes shtëpi sepse nuk e di nëse tek ju ndodh, por tek unë herë kthehemi nga plazhi, gjithë shtëpia jonë mbushet me rë. Po të ecësh pa shapka, dëgjon rërën që të ngjitet poshtë këmbëve. Edhe ta laja faktikisht, por më besoni që tani nuk kam fuqi, ndoshta mund ta laj pak më vonë. Sot pash lindjen e diellit, shumë të bukur. Nesër ajo shkoj në plazh edhe jemi në tent. Më besoni që në mëngjes e shijoj aq shumë lindjen e diellit. Jam zgjuar që në orën 5. Mundova dhe të kap disa skena të lezetshme, por nuk është se ja arrita shumë, nuk e di as tu i kam kontrolluar jo. Këtu brenda kam shokun ton më të ri, që është një yll deti. Ishte komplet i hapur, edhe shikoni si u mbledh, edhe po lëviz, po kthehet. Shikoni u kthye. Ti më vedere. Kapi burri në det dhe pa dhe thjesht e kapi me këto kovën. Sa persona që ishin aty dhe pan më thanë që ta lejmë në diell pa ujë që të thahet edhe ta marrim në shtëpi. Por mua më vinte shumë gjunaf ta leja të vuante edhe të thante në diell. Nuk e di, po më vinte shumë gjunaf, më vinte shpirti që me dëshirën time ta leja dhe të thante në diell, sepse është një qenie e gjallë edhe me shpirt, edhe më dhimbs shumë. Nuk doja ta merr as në shtëpi sepse ai do duroj sa do duroj disa ditë kështu dhe sërish do ngordhi sepse nuk do ketë ushqim, uji do bëhet i ndetur. Vjen shumë gjunaf. Vetëm edhe këtu gurin. Nuk e di nëse duket tani. Shikoni? Se çfarë forme kishte, nëse arrini ta dalloni, por mua kjo këtu brenda më duket si fytyrë dhe po ta shohësh me vëmendje ngjan si fytyrë. Mua të them të drejtën më futi pak frikën. Burri im thoshte që ishte një gur shumë i veçantë dhe shumë i lezetshëm, ta marrim në shtëpi dhe mua më duket si një gur djallëzor. Nuk e di nëse ju arrini ta kuptoni apo ta dalloni, por me të vërtetë që duket si një fytyrë nga afër. Mendoj që me kaq muhabetet e mia për sot mbaruan. Tani thjesht ulem të relaksohem pak. Dhe momenti për ta mbyllur këtë vlog. Kurdoqoftë që do shikoni këtë video, shpresoj që t'ju pëlqej. Nëse ju pëlqen, gjithmonë më bëni një like, një koment edhe një subscribe. Ashtu shifemi tek video e radhës.